Mirë se vini në këtë episod të Business Plus, ku sot do të flasim për industrinë automotive. Do të flasim për atë se çfarë përfaqëson kjo industri në vendin tonë, për sfidat me të cilat përballet ajo, por edhe për mënyrën se si e ndikojnë dinamikat globale. I ftuari im për sot është zoti Ertian Çabiri, drejtor menaxherial i Delmon Group në Shqipëri. Faleminderit që pranova ftesën. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Ne flasim për disa vitesh për një industri automotive të konsoliduar në vendin tonë, pra janë disa fabrika që prodhojnë pjesë. Konkretisht çfarë prodhojmë në Shqipëri, domethënë kur kemi parasysh një makinë? Është e vërtet, ka disa fabrika që operojnë në Shqipëri, pra disa nga kompanitë europiane dhe jo vetëm janë delokalizuar dhe kanë hapur tek në Shqipëri. Unë mund të flas konkretisht për kompaninë tonë dhe mund t'ju shpjegoj edhe çfarë bëjnë kompanitë e tjera, por do të ndalem te kompania jonë. Ne jemi kompani franceze që tashmë ka rreth 6 ose 7 vite që operon në Shqipëri. Ne jemi të specializuar në produktet e gomës, përveç rrotave të makinës, që edhe ato janë gomë, por ne është një industri tjetër, themi. Praktikisht të gjithë pjesët e makinës që kanë përbërje gome dhe silikoni, që është një produkt tjetër i ngjashëm, ne mund t'i prodhojmë. Janë kontrata sigurisht që duhet vite që të zhvillohen dhe pastaj të bëhet prodhimi, rreth një kontratë zgjat 5 ose 6 vite. Ne kemi rreth 75-80 referenca që i prodhojmë Shqipëri. Unë sot kam marrë 2-3 referenca që publiku edhe të kuptoj se për çfarë bëhet fjalë. Dhe mbase të identifikoj dhe të makina vetë. Këto që përbëjnë rreth 50% të prodhimit ton janë ato që quhen exhaust hangers. Këto lidhen shasinë e makinës me tubat e escapamentos. Unë do të them po nuk e kuptoj. Po, është normale. As unë nuk e kuptoj në fillim se nuk jam ekspert. Për të pasur idenë e shkallës, ne prodhojmë tipologjinë e këtij produkti, e prodhojmë rreth 200.000 produkte në muaj. Në një muaj. Një tipologji tjetër produktesh janë këto që ndodhen tek stabilizatorët e makinës, edhe ky ka funksion amortizues. Ky produkt shkon për markën Fiat, ndërsa ky për Stellantis në përgjithësi, por kryesisht për Peugeot. Një produkt tjetër i ngjashëm është ky që ka përbërje silikoni, siç mund ta shihni. Ne bëjmë dhe prodhimin e pjesës së silikonit këtu, bëjmë dhe asemblimin me pjesën tjetër që është alumin i derdhur. Kjo pjesë lidh shasinë e makinës me radiatorin. Dhe ky produkt është për Fiat dhe shkalla e këtij flitet rreth 50-60.000 në muaj. Duhet kuptoni që standardi i kësaj industrie është ajo që e karakterizon. Pra, kur flasim për pjesë skarce ose pjesë me defekte që mund të kenë, kontratat na lejojnë që maksimumi të kemi 2-3 në 1 milion pjesë. Pra, është shumë është eksakt pra standardi i cilësisë është shumë i lartë, që do të thotë që mënyra se si menaxhohet kompania, pra struktura është arrin disa standarde që nuk e lejojnë prodhimin e pjesëve me defekte. Kompanitë të tjera në fakt që unë kam parë kanë prodhim kablosh. Nuk do të thoja prodhim, ato bëjnë asemblim. Okay. Pra ata marrin kablot nga fabrikat të tjera dhe i bashkojnë. Kanë një projekt për një makinë të caktuar, të cilës duhet i bëjnë kablimin dhe për këto qindra kabloj që ka një makinë, ata i bëjnë i vënë kokat çdo kabloje, pra e përshtasin. Ndërsa ne bëjmë vërtet prodhim këtu. Pra e prodhojmë pjesën, ne marrim lëndë e para, bëjmë derdhjen me makineri dhe e prodhojmë. Pra, interesante. Janë një sër kompanish, siç e tham, që funksionojnë në këtë sektor, pra të quajtura si industria automotive, pra që prodhojnë pasoneri të thjeshtë. Ato kanë edhe një numër të madh punonjësish në fakt që nëpër fabrika. Sa e lehtë apo e vështirë është për këto kompani sot, sepse dikur ka qenë edhe tregu i punës ka qenë disi më i lirshëm, pra ka pasur më shumë forcë punëtore. Sa e lehtë apo e vështirë sot për të ardhur që një kompani e kësaj natyre të vinë në Shqipëri dhe të fillojë të hapin fabrika e para? Shiko, si në çdo industri, por veçanërisht për industrinë automotive, është shumë i rëndësishëm ekosistemi. Çfarë duhet të them me ekosistem? Stabiliteti kryesisht dhe industria mbështetëse. Kur flasim për stabilitetin, flasim për atë që ju përmendët, fuqia punëtore, është e garantuar sa turnover ka një fabrikë, që do të thotë sa njerëz largohen gjatë një muaji. Në Shqipëri është turnover i lartë. Vjet për shembull ne kemi pas muaj që ka arritur 5-6%, që do të thotë ne jemi një
fabrikë me rreth 150 punonjës, ku 120 janë punëtor, pra operator. Një muaj që turnoveri i punonjësve arrin 5-6%, do të thotë që nga këto 120 në një muaj ne na ikin 6-7 punëtor. Pra kjo e bën stabilitetin të vështirë. Nuk është e pamundur, sepse ne punonjësit nuk i kemi shumë të specializuar, por imagjinoni që sikur një kompani të vinë në Shqipëri dhe të duhet që një punonjës ta trajnojë për 6 muaj, dhe nëse ka këtë turnover, nuk ka leverdi ekonomike, patjetër. Për ne është akoma e pranueshme, por stabiliteti është ajo që thonë fragile, pra nuk është një stabilitet absolut që i garanton kompanisë një të ardhme të sigurt. Gjithashtu, kur flas për stabilitetin, flas edhe për kursin e këmbimit, sepse siç mund ta imagjinoni, këto eksakt, pra, kompanitë që vinë në Shqipëri, si model biznesi, kanë volume shumë të larta, margin të ulët. Dhe pikërisht për këtë vinë në Shqipëri, sepse mundohen që të reduktojnë kostot dhe të ruajnë margin. Në momentin që kursi i këmbimit nuk është stabil, pasiguria rritet, sepse margjini i fitimit sigurisht zvogëlohet. Energjia për shembull, që është një tjetër sfidë që ka qenë viteve të fundit edhe për shkak të krizës edhe për daljen në tregun e lirë. Energjia ka qenë një tjetër sfidë. Megjithatë, unë do të thoja që në Shqipëri, fal edhe punës së qeverisë shqiptare, ka pasur përmirësime, ka pasur lehtësime, sepse një është së pari mundësia e investimit në panele diellore është mjaft e leverdishme, sepse për fat shteti shqiptar, pra kompania shtetërore shqiptare e distribucionit të energjisë e blen energjinë të cilën mund ta prodhosh me panele elektrike me të njëjtin çmim me të cilën e shet. Që është po flasim për Ocean. Tashmë është një kompani tjetër, FTL. FTL-ja është pjesë e OCS, është furnizuesi i tregut të lirë. Eksakt. Gjithashtu, hapat e para drejt liberalizimit të tregut janë të rëndësishme. Nuk jemi akoma në një situatë ku ne ndjem veten komod që të largohemi nga FTL-ja dhe të kalojmë te një privat. Çmimi ka qenë i mirë gjithsesi, domethënë në raport me atë që ka qenë me situatën e post-krizës, sepse Shqipëria çmimi është ndër fabrikat që kemi ne, është më i shtrenjtë. Pra, fabrika në Spanjë ka shumë të ulët, fabrika në Francë gjithashtu. Megjithatë, këto hapa që janë ndërmarr mendoj që janë pozitive. Domethënë nuk kemi akoma në një pikë që energjia çmimi i energjisë të jetë problem. Ne kemi instaluar panele, kemi investuar ajo 500 kW. Eksakt. Ne kemi investuar në panele rreth 100.000 euro, e themi si investim rreth 270 kWp. Dhe frytet kemi filluar t'i marrim këtë vit. Amortizon si faturë. Po, arrim ta reduktojmë rreth 10% konsumit. Ne kemi procese të thjeshta të prodhimit prap të këtyre fasonerisë për industrinë automotive. Si mund të përfitojë Shqipëria nga procese më të sofistikuara që kanë vlerë të shtuar më të lartë, pra që të kalojmë në një tjetër stad? Ose si çfarë politikash mund të aplikohen? Unë mendoj që Shqipëria të ketë mundësi të mbajë më tepër vlerë të shtuar në vend, duhet që më shumë se sa të shikoj për procese më të komplikuara, që është e vështirë sepse do gjithmonë fuqi punëtore më të kualifikuar. Unë do të thoja që mënyra për të përfituar më shumë është që industria mbështetëse që përmenda pak më parë të zhvillohet. Që do të thotë ne si kompanit mos ketë nevojë që ta sjellim të gjithë lëndën e parë nga Franca. Edhe paketimin aktualisht, ne sjellim edhe paketimin nga jashtë. Duhet që të ketë kompani të cilat arrin një stad zhvillimor menaxherial, që garanton këtë cilësinë për cilën flisja, të një nivelit të tillë që ne mund ta blejmë produktin në Shqipëri. Dhe kjo i jep punë dhe 100 vetave të tjerë të një kompani që prodhon gomën për ne, ose kartonat për ne. Pra kjo është mënyra për të zhvilluar. Dhe në momentin që ka shumë kompani të tilla mbështetëse, që i ofrojnë kompanive si e jona, lëndën e parë dhe qoftë edhe mirëmbajtjen e makinerive, është më e lehtë edhe për kompani të tjera të huaja që të vinë të hapin aktivitetin e tyre, se ky është një proces që
tu zgjat me dekada, pra sa më shumë kompani të vinë, aq më shumë rritet niveli teknologjik, aq më shumë rritet ky ekosistemi për cilin po flas, që do të thotë më mirë të punësuar, dhe gjithmonë më tepër vlerë mbeten në Shqipëri. Kur flasim për tregun e automobileve, ka një dinamik të madhe në tregun global, e lidhur kryesisht me tranzicionin e gjelbër, me konkurrencën e Kinës, me tarifat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. A ndikojnë këto zhvillime globale një industri modeste automotive siç e kemi ne në Shqipëri, sado periferike që është ajo? Jo, sigurisht ndikojnë, sepse ne jemi një kompani dhe kompanitë e tjera këtu janë thjesht një hallkë e zinxhirit që furnizojnë këto kompanitë e mëdha që janë gjigante. Sigurisht. Pra, nëse Stellantis shet më pak makina, edhe kompania jon modeste më e vogël në Elbasan do prodhoj më pak, sigurisht. Kështu që ndikimi është aty. Kohët e fundit gjithmonë është më e paqartë, le të themi, projeksioni i shitjeve thuajse edhe në afat shkurtër, pra flasim dhe për në 3-4 muajt e ardhshëm ne nuk jemi ose se nuk jemi të qartë, po është rritur pasiguria, pra nëse variabiliteti më përpara në 3-4 muajt e ardhshme do të ishte pasardhës do të ishte 5%, tani ka shkuar 15-20%, që do të thotë paqartësi. Ajo që ka ndodhur me kompanitë europiane me të cilat ne bashkunojmë, është që për ta ka pasur dy ndryshime të mëdha. Një torta, nëse tregu do konsideroj një torta është zvogluar sepse vështirësitë industriale në Europë dhe krizat e njëpasnjëshme kanë ndikuar te prodhimi industrial, pra torta është zvogluar, dhe e dyta, edhe feta e tortës që ishte për kompanitë europiane është zvogluar prej konkurrentëve kinezë. Dhe jo vetëm aziatik, se ka dhe kompani të tjera aziatike që janë shumë të zhvilluar. Dhe këtu, sidomos te pjesa e tortës, kanë ndikuar shumë politikat europiane drejt, le të themi, politikat e gjelbra. Tranzicioni i gjelbër, po. Sepse të njëjtën gjë ka bërë dhe Kina, por Kina si një shtet me ekonomi më të kontrolluar se sa Europa, ka marrë një vendim para një dekade, nuk e mbaj mend vitin, që do investohet drejt teknologjive të gjelbra, ku hyn bateritë e makinave, dhe e kanë ndjekur shumë rigorozisht këtë gjë. Sot po merr frytet, domethënë, ato masat e Eksakt, jo vetëm i kanë marrë masat, po industrinë e kanë mbështetur me subvencione dhe mënyra të tjera që ekonomia të zhvillohet, që këto kompani të zhvillohen në mënyrë të shpejtë dhe të vazhdueshme. Ndërsa në Europë janë marrë vendime të cilat në nivel BE kanë shkuar drejt ekonomive të gjelbra, por shtetet antar nuk i kanë mbështetur mjaftueshëm kompanitë e tyre. Është zapëzuar dhe nuk është se ka qenë një politikë unifikuar e gjitha. Eksakt. Dhe mbi të gjitha ka pasur pasiguri. Pra, le të imagjinojmë Stellantis kur mor vendimi që në 2035 do ndërpriten prodhimi i makinave me djegje të brendshme, nuk ishte i sigurt nëse do zbatoj deri në 2035 apo do shtyhet siç u shty praktikisht. Dhe kjo do të thotë që investimet në research and development që flitet miliarda euro, ose nuk janë bërë siç duhet, nuk kanë shkuar në drejtimin e dur, ose janë shtyr, ose është vazhduar të investohet edhe në makinat e djegjes brendshme, pra nuk ka qenë kaq e drejtë për drejtë dhe e fokusuar politika në nivel BE. Duke parë gjithë të panoramë, si e prisni ju që të jetë 2025 për kompanitë e profilit tuaj, pra sa i përket prodhimit, kërkesës? 2025 padyshim do jetë vit i vështirë. Gjatë 2024 ishte e vështirë, sidomos semestrin e dytë. 2025 filloi shumë ngadalë, pra ne le të themi kemi pasur rreth një rënje rreth 20-30% krahasim me buxhetin ton në janar dhe shkurt. Në mars tani jemi në buxhet, pra që do të thotë që ka një rritje. Do më thënë në krahasim me parashikimet, se në krahasim para 2 vitesh rënja është signifikative, dhe shpresojmë që t'i afrohemi buxhetit, pra deri në fund të vitit, që do të thotë rënja në krahasim me vitet më parshme, por shpresojmë që të ketë stabilitet. Tani ne çdo ditë shikojmë, dëgjojmë lajmet dhe ndryshojnë rregullat e lojës. Ka shumë zhvillime shumë shpejt. Eksakt, kështu që është shumë e vështirë që të parashikohet.
Megjithatë, tregu i automobilave duhet kuptojmë që është një dinosaur i madh, është shumë i vjetër dhe në afat gjatë do stabilizohet. Thjesht pikpyetja qëndron në afat mesëm, afat shkurtër dhe afat mesëm. Unë falenderoj shumë për gjithçka që ndat me ne sot dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit e bashkë do të shihemi në episodin tjetër.